4 mars i këtij viti është afati i fundit kur Kuvendi i Kosovës duhet të zgjedhë presidentin apo presidenten e re të vendit. Në lidhje me këtë proces të rëndësishëm politik, ekipi ynë ka siguruar sot opinionet e disa qytetarëve, të cilët shprehin mendime të ndryshme rreth zgjedhjes së presidentit të ri. Një qytetar u shpreh me shpresë se presidentja aktuale do të vazhdojë edhe për një mandat tjetër, duke theksuar se ajo meriton më shumë mandate për punën e deritanishme. Kjo është ka ndodhur në këtë rastin që në Davos presidenti i Amerikës e pranoi qaq mirë dhe boni nënshkrimin e paqes. Kjo për ne është një arritje shumë e madhe. Jemi një shtet i vogël, po jemi mik me një shtet të madh, që kretë bota me Amerikën është, ata që kanë mand pak. E tash, edhe këta që mendojnë e hesitojnë që mes më konë kjo kryetare gabojnë shumë. Se Vjosa Osmani e meriton mi pas mandatin jo tash, po edhe mandatat e tjera. Se me punën e vetë e me zgjotësinë e vetë, kjo neve në zbarti ftyrën. Edhe tonë herë duhet me mendu që nuk ka alleat më të fortë se Amerikën, veç me Amerikën. Ata që janë kundra Amerikës, ata kanë dështuar dhe do të dështojnë. Ndërkohë, një qytetar tjetër mendon se zgjedhjet e reja do të ishin zgjidhja më e mirë për vendin. Unë mendoj edhe shpresoj që do të ketë zgjedhje presidenciale në Kosovë. Për çfarë arsye? Arsyeja se kjo deri tash nuk u konë gjithë përfshirëse, përqarëse, ka përqarë popullin. Kur qysh i konvenoj ke asaj, hero bohke me ta, tani ja kthej ke këti, e asaj, e këto nuk i kom, si kom në qef. Mendimet e qytetarëve rreth zgjedhjes së presidentit të ri mbeten të ndara, derisa disa shprehin mbështetje për vazhdimin e mandatit të presidentes aktuale, të tjerët vlerësojnë se zgjedhjet e reja do të ishin një mundësi më e mirë për ndryshim.